Do vi me njerë të ju, Gjoana, kam përgatitur 2 intervista fare të thjeshta, po kam qef dëgjoni pak tani bashkëshortin tuaj, zotin Nano, sot kandidat për president, sepse tani do marrim gojë gjithë dynjan, kam përgatitur një intervistë sekretariat telefonike e presidentit. Për i qas kemi drejt të imagjinoni këtë studio, ju e dini që fantazia ime është frenuar. Virtuale, kam drejt të imagjinoj zotin Nano bashkë me ju që ju jeni tashmë president. Ruar 24 qershor, 24 korriku, jeni president, fillojmë lutem. Ledio ka gati, është virtuale e gjitha, pa qenëmbetje. Nuk di ç'do thot, do dëgjoni tani. Pa qenëmbetje. Sekretaria telefonike e presidentit quhet. Kujdes. Greta, Anisa, Gjoana, dëgjoni me vëmendje, ju lutem. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Ju e dini, kur i bini telefonit që, lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. George Bushi ju përshëndet nga Texasi. Urimet e mia miku im për zgjedhjen tuaj në atë post. Këtu sigurisht që Nano do të thotë diçka. Ngrihesh me për të kapur telefonin dhe për të thënë jam Nano, as jam sekretaria. A? Bravo. Tu është në domenin e vet. Kujdes, jo më kote kam bërë të interviste, këtu është domenin e vet, nuk i mungojnë asnjëherë batutat. Kujdes. Përshëndetje, kjo është telefonike e Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Fatos, jam Gramos Ruçi. Më gjen një vend në president se ky Rama na i futi prap në duket. Po ti e burr Zamania Gramos edhe ty? Ti e burr? Burr Zamani. Për që se kuptojnë, do të thotë. Burr i rënd. Burr i rënd, thotë, Gramos. Edhe ty të ndodhi kjo punë, vazhdojmë. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Përshëndetje, jam Dhori Sollaku, Gori për mora vesh që do të më shkarkosh, Fatos, mendohu mirë, zoti president. Nuk besoj se ky është telefoni i prishur, Dhori. A? Daj vazhdojmë. Është në domenin e vet. Vazhdojmë. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. To se jam Gjoj. Sot mos më prit për drek se do jenë të QTU-ja për shopping me ca shoqe. Ciao. Të fala tani. Të fala çiftit Mane që i dihet jetë Zamiri po. Pronar me QTU. Dakor. Vazhdojmë. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike, presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. E drama jam. A do ta pim atë kafe më bura dhe ta mbyllim atë punë apo jo? Çfarë punë më reu? Qa punë me jau. Dakor. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e Se po presidentit t'ishte Nano. punë na e kishte lënë ne historia, kupton? Si, zërë marr. Qenë punë na e kishte lënë ne, është vazhdon historia. E qartë. U kuptua kjo? S'do të jetë punë, domethënë. S'do të jetë punë, dakor. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Alo, Fatos, Saliu jam. Na duhet konflikt mediatik sa për sytë e popullit. E fillon ti i pari apo t'ja plas unë? Ose plaset ti, unë nuk e zgjidh dot. Bravo. Kjo ishte ju. Në fakt do t'ja plasja ai që ta zgjidhë ty, se ndryshe nuk shton. Vazhdojmë. Kjo është sekretaria telefonike e presidentit Fatos Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Fevziu jam. Berisha kërkon të takoj sonte në darkë. Lëmte ambasadori, si thua? Te çokolada më mirë, se ambasadori është mbyllur. Ata më mirë, dakor. Haro për një moment, çokolada po. Ke çokolada, dakor. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Fatmi Mediu ju shqetëson, zoti president. Aleatët na sinjalizojnë se kemi disa lëvizje 200 në kufi, presim urdhrin tuaj. Zoti Mediu, po kufirin e trajton policia për i qakosh. Ju e pse ngatroni me kufit? Mos, ishe lapsusim, do të që më nisim. Më ndoja se ishe ushtria. Dhe ushtria e ruan. Është policia kufitare që merret me kufit. Edhe ushtria e ruan. Është më thellë se kjo që ju thash. Është më thellë se kaq? Nuk besoj se mund të lëvizën trupat kaq kollaj Edhe për disa lëvizje. Në Ballkan. Në Ballkan. Ah, dakor, pa e gjatë.
Eti, themi ca gjëra se të gjithë i kuptojnë, sinqerisht. Prandaj është policia e me këtë çështje. Dakor. Policia kufitare. Kufitar, dakor. Gjoana, ty erdha pas pak. Përshëndetje, kjo sekretarja telefonike e presidentit Nano, lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Recep Mejdani jam fatos. Më ka marrë aq malli për vilën 4. Pse s'më fton ta pinj një lëmë bashk atje në obor? Kemi veve. Oh, po. Velia. Veve. Po bëjmë për reklam cigaresh. Sa i madh jam për kemi veve, kisha haruar mi veve. Pse vazhdon të jetë veve akoma? Duhet të kanë ikur nga tregu. Në kontekstin që ju më pyetët vlen. Është i madh. Ase për gjithë se dini, ish presidenti Mejdani është i apasionuar pas cigares LM. E di që po i bëre ekran falas, po s'ka që bëj, e ka pirë një ish president, nuk kam që bëj. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Fatos Naça Angjeli jam. Po si mërbur në arove kështu. Unë ja futa dhe Ilir Metës për ty. Po Naçi, po edhe për ty dhe bëjmë konsensusin? I dhe të Naçi. Të Naçi, nga vlen. Në që keq. Vini e Naçi. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Zoti president, jam një nën që quhem Zenepe. Kam djalin në burg se ka vrarë gruan që e tradhtoi. Bëni diçka për ta amnistuar të keqen nëna. Ka nga populli që mund ta bëj këtë gjë. Duhet pyesh dhe nënën e gruas, viktimës. Pastaj të arsyetoj. Interesant. Sigurisht. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Jam Erion Velia i zoti Nano. Pas një javë kemi protestë para presidencës, ne të mjaftit, për të kërkuar dorëheqjen tuaj. Merrni vendimin e dur, zoti president. Po mjaft Erion, mjaft Erion. Është domenin e tij. Dhe e fundit. Përshëndetje, kjo është sekretaria telefonike e presidentit Nano. Lini mesazhin tuaj pas sinjalit akustik. Bip. Top media jemi. Ka fjalën për top kanali, top channel. Bëni mirë ta ktheni zoti Nano në parlament ligjin e transmetimeve numerike, se herën e parë nuk u treguat dhe aq zemërgjer. E ka kthyer para se një herë kthehet. Se është vërtet që është kthyer një herë? Po flasim për Mojsiu ka kthyer. Se ka kthyer Mojsiu. Po ne po flasim për mbas 20 kategori. Pse za kthej Mojsiu thani ju? Po deri atëherë do ketë ndodhur ndonjë gjë. Pastaj derisa ai kërkoi zoti Leshi me siguri do ta kthej. Dakor. Kështu që jemi të gjithë në rregull, rahat, jemi rahat. Apo jemi dakor. Tani sigurisht më do kaloj te se bolle mbajta duhet thënë që ora 23:10 ka qenë orën 9 zoti Nano në studio. Gjoj tani erdhi, po nuk mundi mbajta gjës, mund të abuzoj kaq shumë. Intervista Gjoana Nano që ka përgatitur për ju, pas atmosferë për jetën tuaj pas trekorikut, dua të lexoj pak fatos Nano nëpërmjet syve tuaj dhe nëpërmjet asaj që ju keni, asaj që ju përjetoni çdo ditë me të. Dhe dua ta filloj nga një intervistë, ku është po, nga intervistë që e kam titulluar thjesht, Ledio e ka gati, kam titulluar Në krah të Fatos Nanos, edhe pse jeni përballë, sonte ju vura vetë përballë. Po intervista quhet Në krah të Fatos Nanos. Kujdes Ledio, fillojmë. Vetëm Gjoj, kujdes, lutem, tradita e misionit detyron, përgjigjet tmerrsisht të shkurtra. Bukur. Gjoana Nano, Në krah të Fatos Nanos, a keni dalluar tek ai, pra te Nano, dyshimin e aventi për të bërë president i Shqipërisë, pra dilema. Të bëjmë, mos bëjmë? Për derisa është e përsëritur, nuk duhet jetë aventurë. Për president nuk është e përsëritur. Po flet për tentativa. Për tentativa, po. Pse është e përsëritur? Është? Si e ka qenë Rica? Ka thotë mbri memoria të merë. Vazhdojmë, dakor. Dhe çani ti me një fjali do përgjigjet apo mund të shtoj edhe në një gjë Mund të shtoj tjetër? edhe dy, s'ka problem. 2 dhe 3 nuk ka problem, po jo shumë të gjata. Fakti që ne të dy jemi këtu së bashku dhe të martuar sot tregon që Fatos Nano nuk ka bërë aventura. Bukur. Domethënë, në jetën private ka marrë gjithë një vendimet moralshme, ndërsa në atë politike ka marrë vendimet përgjegjshme. Bukur. Gjoana Nano, Në krah të Fatos Nanos, a keni mësuar tashmë të dalloni që në fjalitë e para një tip, një tret që është servil me Nano.
Mbas një eksperiencë të gjatë, besoj se po. Vërtet? Ka pas shumë, ha? Edhe ndonjë që ka shpëtuar ke fjalët e para, kemi kuptuar ka ato Të dyta, dakor. Dakor. Gjon, në kratë Fatos Nanos, a keni mësuar tashmë të dalloni që në fjalit e para të një tipi, pra të një të treti, që mund të jetë Fatos Nanos, tradhtar politik? Tradhtar i quani ju, ndoshta unë do doja ta ndryshoja pak termin. Njerëz pa karakter ose pa moral. Dakor. Përgjigjja është një si për servit. Dhe mos të parat e dytat e sigurt. Dakor. Gjona Nano, në kratë Fatos Nanos, a e dalloni kur Fatos Nano nuk e ka mendjen fare tek babi sedusi? Ndodh nga ndonjëherë që tjetri flet, po Nano e ka mendjen diku tjetër. Po, më thënë vërtet. Ku mendoj se ka në këtë moment? Në të momentet di, po, në përgjithësi. Ndoshta do t'ju kujtoj thënien e Pandeli Majkës. Mos, jo, thënien e ti, jo nuk e dua, jo. Që truri Fatos funksionon tridimensional. Kështu që nëse në dimensionin e parë ndjek bashkë bisedusin, dhe në dy të tjerat mendon gjëra më të rëndësishme, ti je sigurt nuk i shpëton asgjë nga të treja. Komendoj që këtë perle ka thënë Pandi më vjen të merë, por nuk kam zbëj. Vazhdojmë. Gjona Nano, në kratë Fatos Nanos. Sot, e keni tashmë të qartë se çfarë tipi ka qenë Fatos Nano 30 e ca vjetë më parë? Sot që e njihni në këtë moshë? Së pari ka qenë shumë Tiranë. Shumë Tirane. Së dyti... Si që shumë Tirane. Si të gjithë në përkatëse. Por jam e sigur që ka qenë po ka që i këndshëm që i bëm për vete të gjithë, si sot. Sa të do? Merë, vazhdojmë. Gjona Nano, në kratë Fatos... A e dalloni, po sinqerisht ma thoni këtë, a e dalloni tek Fatos Nano urrejtjen, her pas here urrejtjen e pashprehur për ndonjërin, për ndonjë tip? Besoj se Fatos Nano nuk urren tipe apo individ. Urren fenomena dhe realisht kjo na ka ndihmuar që të dimensionojmë marrëdhëniet me njerëzit në familjen tonë. Bukur, bukur. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos, a mendon po shfaq më shumë sa duhet një simpati për doktorin, ka fjalën për kryeministrin Berisha? Simpati. Kohët e fundit, simpati në kuptimin... Jo aq sa të bëjmë xheloze. Jo aq. Në kuptim tjetër. Atëherë me që nuk është qetësuese për mua si bashkëshorte. Nuk ka problem thoni. Mund që bashkëshorti im gjithnjë ka ditur të respektojë institucionet dhe titullarët e tyre. Bukur, dakor. Gjona Nano, në kratë Fatos Nanos, a mendoni se Fatos Nano ka një lloj përçmimi her pas here, përçmim pas është fjalë egzagerati, për disa analistë politik të medias shqiptare, që nuk e duan dhe që i bien pafund? Për pseudoanalist, ndoshta. Për pseudoanalist thoni ju. Dakor. Se ju e kuptoni që ka dhe në qipje ka dhe një kuptim tjetër. Dakor. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos, a besoni se në mungesën e komunikimit mes Nanos dhe Edi Ramës, kryetari aktual i PS-s, pra ky i fundi drama, nuk është ndoshta i vetmi fajtor? Mund të ketë fajtë pak dhe bashkëshorti juaj? Me aq sa mund të di unë, është vetëm ai thoni? besoj se Fatos Nano i ka përdorur, po thuaj se të gjitha mënyrat normal mund të përdoren në një komunikim mes dy burrave. Dy burrave, kor. Si qesh. Vazhdojmë. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos. Puse e poshtë që kjo përgjigje, sa... Vazhdojmë. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos, a i keni këshilluar më shumë se një herë Fatos Nanos, të mbaj një dietë të fortë, por të ullet e tepërta. A i kam kërkuar? Ka filluar t'i ullë ndërkohë, po nuk e di nësa e keni këshilluar. E keni vënë edhe ju, apo? Unë shumë. Edhe mua më pëlqen që ka rënë pesh. Dakor. Por nuk është thjesht merite imja. Është tërvitja që ai bën. Dakor. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos, a gjen tek Fatos Nano njeriu që nxehet dhe nervozohet gjithnjë më shpesh të kohët e fundit? Jo shpesh dhe asnjëherë pa shkak. Asnjëherë pa shkak. Dakor. Gjona Nano në kratë Fatos Nanos, a keni gjykuar ju ndonjëherë dorëheqjen e tij nga kryetari i PS-s si një hap i gabuar dhe i nxituar? Keni fjalë për dorëheqjen apo për heqjen dorë?
E ka marrë dorën keq, a? E lë me kaqë mirë. Kratë Fatos Nanos, a keni dalluar tek ai një zhgënjim për presidentin Alfred Mojsiu? Jo. Jo. Dhe nuk besoj që ta ndjek këtë gjë. Dakor. Gjoana Nano në kratë Fatos Nanos, a keni konstatuar se për Fatos Nanon, Ben Blushi mbeten ndoshta bashkëpunëtori i tij më i aftë me të cilin Nano ka punuar? Jo i vetmi, megjithëse personalisht vlerësoj tek bashkëpunëtorët e bashkëshortit tim anën e tyre njerëzore, marrëdhënie njerëzore. Blushi është një i tillë? Jo i vetmi. Dakor, s'ka ekskluzivitete e të mërshme. Gjoana Nano në kratë Fatos Nanos, a keni parë bindje tek Fatos Nanos se Gramos Ruçi është megjithatë zhgënjimi më i madh për të? Jo. Jo. Dhe kuptoj nga e keni një perceptim të tillë sepse familja ekziston. Se kam vetëm unë në fakt kështu është krijuar, nuk e di. Vetëm ashtu e keni. Dakor. Gjoana Nano në kratë Fatos Nanos, a ka kapur ndonjë shenjë pendimi nga ana e Fatos Nanos për mënyrën se si u konfliktua ai me ish-kryeministin Meta? Po apo jo? Pendim, jo. Sepse nuk bën veprim emocionale. Por të paktën në këtë periudhë kam qenë dëshmitare sepse kemi qenë të lidhur bashkë. Por keqardhje ndoshta edhe sepse Iliri nuk evitoi këtë konflikt. Dakor. Të njohësh Fatos Nanos në mënyrë Gjoanës është shumë interesante. Kujdes. Gjoana Nano në kratë Fatos Nanos, a i keni sugjeruar më shumë se njëherë Nanos ta lërë krejtësisht politikën dhe t'i kthehet profesionit të tij të parë, pedagogu të shkencave ekonomike? Po, e vlerësoni Fatos Nanon si shkencëtar. Dhe realisht... Ka qenë një farë mënyre pedagog në ato. E vërtet është, por realisht e ka shndëruar edhe politikën në shkencë. Bukur. Gjoana Nano në kratë Fatos, a imagjinoni ju zhgënjimin e Fatos Nanos nëse deri në 24 korrik, ai nuk do të jetë zgjedhur dot presidenti i Republikës së Shqipërisë? Zoti Çani, kjo nuk është as çështje personale. Zoti Çani tha pa kredistancë. Rian. A? Nuk është çështje personale, as çështje familjare. Besoj se zhgënjim do të ndjeni shumica e shqiptarëve që besojnë te Fatos Nano dhe presin prej tij. Jo. E qartë. Gjoana Nano në kratë Fatos Nano, se Fatos Nano ka ende shumë për të dhënë shqiptare, ju si bashkëshortja e tij? E besoj dhe shpresoj që nuk jam e vetmja. Dakor. Besoj dhe nuk jam e vetmja. Si që imaginova Nano president, do ju imaginoj ju First Lady. Jemi dakor? Virtualisht, po e pranoj. Virtualisht, po gjitha virtualisht janë. Intervista Ledi është fare e thjeshtë, ajo quhet Gjoana First Lady. Për gjithë që se kuptoni që do të thënë First Lady, është zonja e parë. Gjoana zonja e parë, po e kam titulluar Gjoana First Lady, ishte këtë gjë. Ledi, jemi gati. Gjoana First Lady, ju ftoni në darkën e parë te Vila 4. Liri Berishën me të shoqin, pra me doktorin, Monika Kryemadhin me të shoqin, pra me Ilirin, apo Edi Ramën vetëm. Sepse është vetëm këto momente Edi, nuk kam që i theme. Apo t'ishe me dikë do i thoshja, Ed, je vetëm. Në qoftë se ftesat do t'i bëja unë, dhe jo si çift, do të ftoja të gjithë bashkëshortet e ish-presidentëve, apo vajzat e tyre, dhe të gjitha bashkëshortet e ish-kryeministrave. Dakord, pa bashkëshortet? Pa bashkëshortet. Do thot pa Nanon? Thash, në qoftë se do t'i bëja unë ftesat. Dakord. Ndryshe si ndodh tillë raste? Nuk në rinë punë. Nuk do rinë punë, po nuk do rinë. Nuk do rinë. Dakord. Gjoana First Lady, a do të hiqni dorë me njerë nga biznesi juaj? Jo, s'është si puna dorëheqjes. Jo, kjo është hiqni dorë. Do të vazhdoj të jetoj normalisht duke punuar dhe respektuar të gjitha rregullat dhe ligjet në fuqi. Dakord. Gjoana First Lady, zbulonja parë të bashkëshortit tuaj, është virtuale intervista. Virtuale. Zbulonja vetëm e parë të bashkëshortit tuaj, president, në dhomën ovale, nëse do kishim një tillë, po nuk e kemi. Ju ndiqni e Hillaryt me Billin apo krijoni një model tuaj? Është ndyrë kjo pyetje, por nuk kam ç'bëj virtuale, Fatos kërkon ndjes.
Pra e fillova me Billin Shparti? Po përpiqem të mos ta lidh me Nuk ka lidhje fare. sekuencat që Fare. vjen në fillim Fare. të emisionit. Bashorti im ka pas një bashkëpunim të shkëlqyer me presidentin Bush. Ndoshta do të ndiqja modelin e Laurës. Bravo! I shpëtoj bukur. Dakor. Joana First Lady, sa gra që vuajnë heqjen e lirisë do të amnistohen nga burgjet në ndikimin tuaj. Do të kujtoj, vazhdoni aktivitetin tuaj. E keni pas dhe vazhdoni një aktivitetin tuaj bamirës apo jo? Po, por unë mendoj aq sa do ta meritojnë. Aq sa do ta meritonin. Dakor. Joana First Lady, ju ndjeni papritur, është intervistë virtuale, as i keq kuptim. Ju ndjeni papritur një shtrëngim dore të pazakont, po themi nga presidenti që sapo u zgjodh në Francë, presidenti francez Nicolas Sarkozy, gjatë imonie po themi 35, mos shit me inat se është virtuale, me 35 First Lady nga gjithë bota. Po të ishte reale. Po. Jo. Me 35 First Lady, pra zonjat para nga gjithë bota. Ju papritur një shtrëngim dore jo të zakon nga Sarkozia. Kush mund të ishte i pazakon çane? Pak më Shtrëngim dorë. Pak më fort se duhet, pak më mirë mos i themi të gjitha, Joan, të lëm pak mister. Jo? Atëherë, si do reagoja ishte? Atëherë pyetja është, ju ja tregoni Fatosit, pra Fatos Nanos, këtë detaj, apo për arsye madhore diplomatike janë bani të fshetë, sepse s'duhen prishur marrëdhëniet me Francën. Okej. Atëherë, jo vetëm për shkak të tredimensional, po edhe për shkak se Fatos Nano është një frankofon i spikatur, nuk do t'i shpëndonte një detaj i tillë. Jo, nuk do ishte atje tofi. Nuk do të ishte? Jo, ai ka ftuar 35 First Lady nga gjithë bota, nga vende të ndryshme të botës. Nuk janë burrat fare atje. Okej, atëherë si një gentleman i vërtet, Se sa u zgjodhe. do të kuptonte dhe shprehte dashamirësisë. Do ta çonin në impeachment atë. Jo, fare. Mirësjelljes. E gjoj, nuk ja thani. Duhet ta përsëris atë që Ja thani apo jo? Ja tregoni Fatosit apo jo? Në jetën tonë nuk kemi marrë me vogëlsira, por një gentleman si Fatos Nano do të kuptoj dhe shprehte mirësjelljes. Një gentleman i tjetër. Gjeti mënyrë. Iku, dakor. Joana First Lady, presidente bashorti juaj, ju kërkon të bëni një fëmijë. Kujdes. Ju pranoni me kënaqësi apo refuzoni sepse një First Lady ka gjithmonë diçka më të rëndësishme për të bërë? Besoj se nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme se të jesh nën. Dakor, pranoj pyeta. Joana First Lady. Ju do parapëlqenit që media të konsideronte si një Jacqueline Kennedy shqiptare, si një Jovanka e Titos, apo si një xhmije e Enverit? Media është e poshtër nga ndonjëherë, gjithmonë ka tendencën që ti krahasoj, jo vetëm presidentët, po dhe zonjat e tyre. Normalisht më ke lënë vetëm 3 zgjedhje. Jo se keni të mikrofonit, s'ka si problem. Do preferoja të parën, po nuk e di nëse media do t'ishte afta bënte këtë gjë. Ju do preferoni Jacqueline Kennedy? Ndërmjet 3 zgjedhjeve që më le, natyrisht të parën. Është të tmerrshme. Se atë tjetrin e vranë. Unë jam i biri Thanasit, jo Jonasit. I biri Thanasit, jo Jonasit. Joana First Lady, për hir të interesave kombëtare, a do të ishte gatshme që her pas here të krijonit bashortit tuaj? Bashortit tuaj, kushte të reja relaksi me fanset e tij. Se ndyrë është kjo Arian, po pse ka që i keq, Arian, ç'u duhet që... Ti kushte, për ato kushte normale që mendoj unë, dua të siguroj që jam përpjekur të bëhem mike me të gjithë fanset e tij. Bravo, bravo! Nuk e sa mike. Pëlqeu kjo përgjigje. Joana First Lady, a do t'i ralloni të udhëtimet turistike për botë për hir të detyrimeve humanitare të unitur? Si do të thres Çani, Ariana apo Zoti Si doni Çani? ju, nuk ka problemi, jo. Duke qenë se posedoj një agjenci udhëtimi, realisht organizojmë paketa turistike për të gjithë klientët. Dhe jepi reklamën falas, mund ta themi emrin, s'ka asnjë problem. Agjencia quhet Nuk ka asnjë që se di, Joy Travel. sepse kam pasur reklamën falas. Si të ndodhet te stadiumi Stelman Sërmasi, pra? Personalisht do ditë Des kombinoj. për bërë reklam, a? Des, kam qef të bëj unë reklam. Kam qef të bëj reklam, kam qef des për... Detyrën edhe turizmin. Dakor. Joana First Lady, në një pritje në pallatin e brigadave me presidentin turk,
dhe presidentin grek, orkestra luan një sirtaki dhe një belly dance. Ju duhet kërceni njërën nga dyja. Unë personalisht. Jo, sigurisht, ju me entourage-in atje. Ju do të zgjidhni sirtakin turk apo belly dance-in, sirtakin grek apo belly dance-in turk? Unë do të zgjidhja vallën e shqipeve. Ja po. Ja. Do një alternativë të tretë, nuk mund zgjidh do një nga dyja. Po, besoj se dhe ne nuk mund të detyronim bashkëshortet e presidentëve përkatës të kërcenin vallën tonë. Dakor, okej. Po një first lady do ta sigurisht respektonin s'mund t'japë zgjedhjen përgjigje time, tjetër. besoj. Dakor. Gjedi, paparacët ju kapin pa pritur në vilën e Dërmiut, në një pozicion jo fort të përshtatshëm, me bashkëshortin tuaj duke bërë banjo dielli, për shefin tuaj. Ju bëni gjithçka që kjo foto të mos botohet, apo ndiqni modelin Rama në plazhet franceze. Bëj shaka, apo bëj shaka. Është virtuale e gjitha. E gjitha kjo që thash është virtuale. Kush thot nano? Se kishte një element pyetje si nuk është virtual, prandaj. Jo, foto e Ramës jo, si që virtuale. Rashi këtë ndërthurur atë. Ai kam ndërthurur. Pjesa juaj është virtuale. Ashtu është. Mendoj se asnjërin nga të dyja, sidomos ky modeli i dytë është pa i të ndiqet. Ka konkurrent. Joanna First Lady, a do të lejoni sërish presidentit dhe bashkëshortin tuaj që gjatë darkave informale me miq, t'ju ushqej si që bën herë pas here? Do vej kundërta. E kam parë vetë që ushqen Nano herë pas here Joanna. Nuk e parë ta nasjelltën e saj. Jo, kam parë vetëm Nano, në fakt nuk kam parë ju, të mëshme. Po, do të them një edhe të ta tregojmë, edhe të kundërtën. Pra do ta ndaloni. Nuk do lejoni më që t'ju ushqej. Mund të ndodhe kundërta. Mund ndodhe kundërta ta ushqeni ju? Dakor. Joanna First Lady, a du të ishnit presidentit dhe bashkëshortit tuaj cigare nga goja në një restorant plot me njerëz, për të kujtuar se ligji anti-duan tashmë ka hyrë në fuqi, dhe se ligji është i barabartë për të gjithë në fundit. Bashkëshorti im është mësuar të respektojë botës moderne. E zë për moment se nuk më, si puna ime rregullat që janë aplikuar në vende të tjera dhe që së fundi pa aplikohen dhe në Shqipëri. Besoj se do t'i respektoj ai vetë. Ka që nevoja dhe ai që. Dakor. Joanna First Lady, një ftesë e papritur ju detyron të udhtoni urgjent jashtë Shqipërisë. Në avion nuk ka vende në business class. Sofi se onorova fare, Sofi. Një XL të lutem për Joanna Nano, dhe një XL për dy goca të shtmerë, Sofi më ke lënë pa XL, pa pijen time preferuar. Dhe unë them çfarë mungon? Mungon XL-ja, është të mërshme, Sofi. Hajde, Sofi, s'ka i letë kapi kamera, hajde urgjent. Hajde shpejt, Sofi, hajde urgjent, Sofi. Qani? Por Edion. Edhe për mua. Edhe për Edion, Sofi, edhe për Edion, Sofi XL. Tani me urgjent. Joanna First Lady. Në avion nuk ka pra vëndë në business class, pranoni në ekonomi class të udhtoni, apo jo? Unë kam udhëtuar në të dy klaset. Jeni First Lady, jeni me presidentin? Jam ndjerë shumë mirë në të dyja. Vërtet? Okej, s'ka problem. Joanna First Lady, dhe do ju luti qetë, sepse e di që ju lodha, presidenti për një motiv apo për një tjetër, kjo është e keqe, mos fshif me inat. Presidenti. Je virtual. E virtuale, gjithë virtuale. Vetëm ju kuptoni virtuale, se shumë njerëz tonë se edhe marrin seriozisht. Do të shpickoj që të marrë vesh. Që ju mirë kuptoni. Joanna First Lady, presidenti, domethënë Fatos Nano, për një motiv apo për një tjetër, s'ka nevojë të analizojmë tani këto momente se s'kemi as fuqi dhe as imagjinat që ta bëjmë, ju kërkon divorcin. Atëherë do ta jepni gjatë mandatit prezidencial apo ta shtyni deri në fund të mandatit? Mandati presidencial nuk ndikon fare në bashkëjetesën tonë dhe aq më pak në ndarjen. Që të jepni me njerë? Nuk luan asnjë rol në jetën tonë të përbashkët. Ishte Joanna Nano, të cilin e falendore jashtëmase që më bëri të surprizë, jo mua, po bashkëshortit. Sonte i misionin tim, Fatos Nano si kandidat për president. Unë dua të falenderoj jashtëmase Fatos Nanon
dhe ti them atij urime për këtë betejë, për këtë garë, e cila do pritet të mbyllet çdo datë, edhe një herë ta themi për gjithë publikun të pa interesuar, ose ti Se kur mbyllet është shumë e qartë ose fillon 24 qershor. Fillon 24 qershor. Dakor, për një garë brenda parlamentit sigurisht, që fillon 24 qershor dhe nuk dihet se kur mbyllet. Fatos Nano, urimet e mia më të përzemërta. Falenderoj jashmasi që ju kisha në studio. Shpresoj që pasi të bëheni president dhe këtu nuk ka nevojë if sepse ka shumë gjasa që të bëheni. Shpresoj që t'ju kem sërish në studio dhe që të thyeni një tabu. Asnjë president tani, të gjithë na kanë ftuar në për selit e tyre, askush nuk ka ardhur, nuk e di se për çfarë arsye në studiot e televizioneve. Qofse ju do të jeni president, do ta bëni të gjë, do isha tmerrsisht i nderuar. Faleminderit për urimin, po marrëdhëniet tona nuk kanë pas ndonjë president në mes që ti ngatronte deri në shkëlqim. Faleminderit shumë. Falenderoj Gjona Nano dhe Fatos Nano i përcjell të di me muzikë dhe me Duart Rodriguez që më dhanë nga publiku. Info, kujdes. Info tani është momenti reklamave, ndjej që Ledio po afrohet. Kujdes publiku me vëmendje. O kënaqet me Nanën dhe me Xhonin, janë të lezetshëm, të dy, ë? Kënaqet. Ha, Anisa? Andoni ndërkohë është duke pikturuar. Ledio do e kapi vetëm një çast Ledio, po mos të tregosh shumë.